Važi neka politika, znači montaž. Kako treba pozicionirati svoj posao da bi bio optimalan. Firma Castellana Vulaj ka kohë që është futur në botën e biznesit, misionit të së cilës është shitja autogomave me shumicë, duke filluar me programin e makinave të vogla, pastaj 4x4 deri në tregtimin e gomave për kamion. Vend të parë në shitjen me shumicë që bën firma Castellana Vulaj nxejnë gomat e Savas së Kranjit, e cila viteve të fundit ka qenë prezente në tregun e Malit të Zi. Para disa javëve, firma Castellana beri një prezantim të prodhimeve dhe të teknologjisë së fundit prodhuese të Goodyearit. Kësaj radhe në ambientet e hotelit Crna Gora, në pranitet e interesuarve, Castellana Vulaj së bashku me Sava Tires nga Slovenia beri prezantimin e modelit të ri të gomës Sava Intensa. Fillimisht në këtë prezantim e mori fjalën drejtori i firmës Castellana Vulaj, zotri Anton Vulaj, i cili të pranishme u dëshiroi mirëseardhjen. Pastaj drejtori i Saves Matea Zavrll informoi të pranishmit për aktivitetin dhe prodhimtarinë e Sava Tires. Ai theksoi se kompania Sava Tires është në pronësi të Goodyearit me 60%, kurse 40% i ka kompania Sava nga Kranji. Ai shtoi se gomat Sava prodhohen në fabrikat në Sloveni, Luksemburg, Poloni dhe Turqi, si dhe se ndryshimi në kualitet nuk ekziston. Të gjitha prodhimet e prodhuara në këto vende janë të kualitetit të parë. Gjithashtu drejtori Zavrll tha se në 3 vitet e fundit Sava Tires ka shtuar prodhimin në mas prej 25% dhe se tregu kryesor i prodhimeve të Saves është Europa Perëndimore me 60% të prodhimit, kurse 29% shiten në shtetet e ish Jugosllavisë dhe në Shqipëri. Gjithashtu prodhimet e Saves gjejnë vend në tregun e lindjes së afërme, në tregun e Australisë dhe të Amerikës. Në këtë takim ishte prezent menaxheri i prodhimit të Sava Tires Rajko Benedicic, i cili prezentoi prodhimin e ri të kësaj kompanie, gomat Intensa. Ai përmendi karakteristikat e kësaj gome, e cila është për vozitje në çfarëdo rrugë dhe është lidhje direkte në mes të reagimit të shoferit dhe të gomës. Gjithashtu ai përmendi karakteristikat tjera të kësaj gome, siç janë pamja atraktive, komoditeti në vozitje, drejtimi preciz i automjetit, si dhe karakteristika tjera që e bëjnë këtë gomë të jetë gomë cilësisë dhe sigurisë së lartë. Kjo gomë prodhohet në seri dhe dimensionet të ndryshme, ku mund të veçojmë dimensionin 17 polësh. Menaxheri i prodhimit i firmës Sava Benedicic, përpos prezantimit që i beri prodhimit Intensa, ai paraqiti prodhimet e gomave të makinave të mëdha, duke folur për klasifikimin dhe karakteristikat e tyre. Gjithashtu në këtë prezantim përfaqësuesit nga Slovenia u përgjigjen në pyetjet e ndryshme të interesuarve. Dalje prodaje po nekom prioriteti, po nekom trendu, kupcima koji su ili vulkanizeri, možda još mjesta bez montaže, dakle mi to zovemo dućan, na autoservise, možda nešto malo i na benzinske pumpe i jasno i drugima, što je najviše mišljeno krajnjim potrošačima ako govorimo o teretnoj pneumatiki. Drejtori dhe pronari i kompanisë Castellana Vulaj në lidhje me bashkëpunimin me kompaninë Sava nga Kranji dhe me sukseset e arritura shprehet. Servisi procenjujemo na nekih 10%. Rezultatet janë shumë të suksesshme, në përgjithësi për tani Sava Tires që nuk është rregull, domethënë tregti pak edhe emocionalisht jem të lidhur, domethënë me Sava ndikur Sava DD në Kranj, kurse tash Sava Tires, domethënë për krye Save, domethënë kem hi edhe në krejt koncernin e Goodyearit, domethënë si tash jem përfaqësues gjeneral për të gjitha brendet e koncernit Goodyearit për Malzi, domethënë Goodyearit, Dunlopit, Ford, Savës edhe të mbiç. Rezultatet janë sigurisht jashtëzakonisht mira, jam jashtëzakonisht të kënaqur, edhe gjithë pe viteve në vit domethënë kanë shkuar pozitivisht dhe numër më të madh dhe shpresojmë që spakut ta mbesim domethënë në këtë nivel të rezultatesh, sipërpas mundësive domethënë të arrisim edhe numrin e gomave në Malzi. Ka indikacione se në botë është duke bërë një farë trendit që gomat që nga blerja deri në montimi dhe kompletimi i tyre, domethënë vendosja në automjet të bëhet në një vend. Dhe është duke u lëvizur gjë në këtë drejtim. Ne kem cekë edhe herën e fundit në prezantimin e kaluam, domethënë në prezantimin e Goodyearit, se ajo është projekti i firmës ynë dhe projekti i domethënë i koncertit me cilë bashkëpunojmë na, që të fillojmë domethënë me disa centra autoservise në përkrejt Malzi, ku sipërpas mundësive domethënë sa më numër më të madh ta bëjmë distribuimin e prodhimeve të
krejt koncernet Goodyearit nëpërmes autoservisave tonë. Kryesisht do më thonë esenca e krejt asaj do më thonë më e rëndësishme është në ata se do më thonë shitja e gomave në përgjithësi është më e suksesshme nëpërmes autoservisave. Jo vetëm do më thonë këtu, por gjithkund bote këto gjëra, për shembull këto soi projektesh, për shembull në Sloveni kanë filluar para disa vitesh, për shembull në Evropë para sa decenish, këto plane kemë na tani, do më thonë startojmë diku shumë shpejt për realizimin e këtyre projekteve. Në lidhje me eksperiencën e bashkëpunimit të Savës me firmën Castellana Vulaj, drejtori i Savës Mateja Zavrlt flet. Prve kontakte sa firmom Castellana mi smo ostvarili pred 4, možda 5 godina. Kontaktet e para me firmën Castellana i kemi bërë para 4-5 vjetësh, por në 2 vitet e fundit kemi arritur rezultate të shkëlqyera. Pra bashkëpunimi është në nivel të lartë. Firma Castellana Vulaj është përfaqësues dhe shpërndarës ekskluziv në tregun e Malit të Zi të prodhimeve të grupacionit Goodyear, ku hyjnë Goodyear, Dunlopi, Sava, Fulda dhe Debica. Firma Castellana ka arritur një sukses të madh duke mbuluar më shumë se 50% të tregut të Malit të Zi. Ai gjithashtu shtoi se planet për të ardhmen janë që të investohet në rritjen e pranisë së servisimit. Mislimo da možemo još poboljšati svoju prisutnost. Por mendojmë se mund të përmirësojmë dhe të arrisim praninë tonë, jo ndoshta në kuptimin e distribuimit, me se prezenca jonë është mjaft e madhe, por në bashkëpunim me firmën Castellana do të punojmë në atë drejtim që tregun të drejtojmë ka servisimi sa me kualitativ ndaj blerësit, gjë e cila do të jetë me rëndësi në të ardhmen. Krene u smjer što boljeg servisa prema krajnom kupcu, što ja mislim da će biti najbitnije u buduće. Temë qendrore e prezantimit të dieshëm ishte prezantimi i prodhimit të ri të Sava Tires, dimensioneve dhe serive të ndryshme të modelit Intensa, po cilat janë karakteristikat e reja që këtë gomë bëjnë të jetë gomë përshtatshme e industrisë moderne të automobilizmit. No, osobine ove nove gume Intensa su velike. Goma Intensa ka veti të shumta dhe duhet të them se goma Rapitex R2 ishte një gjeneratë e vjetër e gomave të Savës, e cila nuk ishte në hap me arritjet e reja të industrisë së gomave, posaçërisht të industrisë automobilave, kështu që me modelin Intensa përcillen arritjet e reja. Dallimet kryesore janë në pjesën kontaktuese të gomës me trollin, formën V, pastaj vetë konstruksioni dhe materiali ndërtues i gomës është i ndryshëm dhe më i mirë, që bën gomën Intensa të jetë e përshtatshme për kërkesat bashkëkohore të industrisë automobilave. Disa modelet e Intensës bëjnë mbrojtjen dhe ruajtjen e disqeve, si dhe kanë veti të tjera që i mbajnë gomat e Savës në një nivel të lartë në tregun e gomave. Tih razlika ili osobina koji poboljšavaju, koji odražavaju novi nivo Savine guma na tom tržištu. Përpos që kjo firmë bën shpërndarjen e gomave, ajo është sponsor në botën e automobilizmit, duke qenë sponsorizuesi 2 automobilistave me zë në rajon. Nuk është pra hera e parë që bëjmë këtë lloj prezantimit, jemi shumë të kënaqur. Me nëse shumë rëndësi pra si për tanë qytetarët, ashtu edhe për firmën tonë Castellanën, dhe do të vazhdojmë dhe në të ardhmen të bëjmë këtë tip të prezantimit. Këtë vit ripërtrim kontratën me Pero Lučić, ku do të mbajnë pra ngjyrat e Sava Kranj. Në vazhdim do të vazhdojmë pra të bëjmë kontratën me Vesko Prlajinović, ku mban ngjyrat e Goodyear. Naravno, ja radim već gume sa Tonijem već 5 godina. Në fushën e tregtimit të gomave punoj që 5 vjet me Antonin dhe kam kënaqësinë se së bashku me kompaninë Sava po bëjmë hapa përpara. Unë titullin kampion e kam fituar vitin e kaluar duke i falenderuar sponsorizimit të kësaj firme, sponsorizim i cili është vazhduar edhe këtë vit. Automjetin e pat para hotelit, jam mes e kënaqur me ato rezultatet e cilat nuk do të mundja të arritja i vetëm, sepse duhen investimet e mëdha dhe duhet të them se Antoni së bashku me kompaninë Sava bëjnë shumë për investime në fushën e automobilizmit sportiv. Gjithashtu unë kam servisin tim të automjeteve në But ku tregtoj tërë programin e gomave të Savës së Kranjit. Dhe shpresoj se me këtë reklam që po bëjmë do të ndikojmë në rritjen e shitjes dhe në arritjen e sukseseve më të mëdha në vitin 2002. Ćemo napraviti još bolju prodaju i bolji uspjeh za 2002. godinu. Për të pranishmit ishin të përgatitura paketet me dhurata, si dhe në kuadër të prezantimit u organizuar një lojë shpërblyese, ku fituesit i takuan gomat e modelit të ri Intensa. Dhe në fund për të pranishmit u organizuar një koktej.